Mirë mbrëma të dashur shikues, jemi në podcastin e radhës, në podcastin Konspiracion, këtu në kanalin Okult. I ftuari im për sonte është Armir Shkurti, me një profil shumë spikatur publik, aktivist prej shumë kohësh, gazetar shumë i njohur dhe drejtues emisionesh televizive. Aktualisht ai është kryeredaktor i emisionit Gjadat në televizionin MCN TV. Por këtu nuk e kam thirrur në cilësinë e gazetarit, por të aktivistit, të njeriu të shqetësuar publik që ngre zërin e vet për të zgjuar nga gjumi letargjik bashkëqytetarët e tij. Për dy tema që na shqetësojnë të dyve, po natyrisht sot do të dëgjoj mendimin e Armirit, për identitetin digjital dhe identitetin gjinor. Ngjajnë dhe janë të lidhura së bashku, po më tej besoj që do ta shpjegoj biseda. Armir, faleminderit që pranove ftesën. Mirë mbrëma. Faleminderit. Të ndaj me ty një lajm të gëzuar që na e jep partia dhe udhëheqësi. Gjysmën ti, gjysmën nuk ndaj. Partia dhe udhëheqësi na thon nuk do të ketë më nevojë për ID dhe pasaporta, për karta identiteti. Identifikimi do të bëhet përmes celularit. Dhe shoku Edvert thot, nga fillimi i vitit që vjen, celulari do të përdoret për identifikim, për transaksione financiare e për gjithçka. Pra fillon identiteti digjital. Po të shtymë më tej, jemi tek ideja e çipit. Jo mbi emrin tënd, po çipit. Me emrin tim s'ka punë po. Me një çip, sepse në fund fare edhe celulari është me një çip, po sot e kemi jashtë trupit, nesër mund ta kesh edhe brenda. Po për arsye sigurie. Do ta kesh brenda. Po. Për sa i përket, natyrisht ta nisim me një premis. Kur ne kemi qenë, përfshit ty dhe shumë patriot, kemi qenë kundër platformës e Ramës për pasaportën europiane. Nuk është se ne ishim budallënj dhe ishim kundër hyrjes në Bashkimin Evropian. Ne ishim kundër një agjende, të cilën Rama me shumë sinqeritet dhe cilëtërsi ja shpalli shqiptarëve. Ktu nuk do ketë ndonjë zhvillim, nuk ka ndonjë përgopim për jetën politike, ekonomike, shoqërore të Shqipërisë. Nuk ka ndonjë përgopim për shpopullimin, për plakjen. Jo, përgopimi është ne do të marrim zvarr një kafshë të lodhur, që është një popull, kafshë në kuptimin nuk e kam pejorativa, po marrim një buall të lodhur, të plakur, të dalë shumë të dobësuar nga komunizmi, të dobësuar nga një sistem që nuk është as demokracia, do është një sistem banditesk. Dhe këtë ne po e tërheqim zvarr shpejt me një ritëm që na e kërkon Bashkimi Evropian. Dhe ne ishim kundër. Pse? Se donim një projekt për zhvillimin e Shqipërisë, jo për futjen. Bashkimi Evropian duket si një vrim ku ne nxitojmë të hyjmë dhe ai vrima largohet gjithmonë. Kjo pjesa e identitetit digjital është shitur si një paket që i duhet Bashkimit Evropian. Dhe ne duhet i bëjmë shpejt, se edhe një vit e gjysmë kohë kemi, humbëm një minutë, mund ngelim jashtë. Duket si ato prallat e Andersenit, kur është një portal i hapur, kur ti po nisesh, pastaj mbyllet, pastaj një aventurë tjetër të hysh nga pusi e kështu me radhë. Një fabul fantasmagorike. Dhe vim tek identiteti digjital si një e mirë e madhe, se çdo e keqe në botë ka ardhur në emër të smirës. Çdo ligj, çdo nënshtrim ka ardhur në emër të smirës. Jemi dëshmitar këtu që kontrolli në botë filloi pas atentateve të 11 shtatorit, kur ushtrua pyetja, doni lirin apo sigurin? Jeta është e para. Dhe filloi shoqëria e kontrollit. Dal nga dal, morin dorë sistemet dhe sot jemi këtu. Identiteti digjital, ku ti me celularin, i cili është një mjet, i cili mund të vidhet. Këtë javë patëm një goditje kibernetike dhe ran faqe në përbot. Ndërsa unë kartën e identitetit e kam materialisht, fizikisht, e kam me vete. Në qoftë se do bëhet transaksione përmes atij identiteti, do të thotë se unë do të kontrollohem nga celulari im. Pra nuk është një e mirë e madhe e imja. Jo, është një shtrëngim në sistemin e kontrollit. Do të thuash pse je shqetësuar. Jam i shqetësuar se unë nuk jetoj në një vend demokratik. Qeveria ime nuk është e kontrolluar. Opozita nuk funksionon. Gjykatat janë për faqe të zezë.
nesër pas nesër për sjellje të këqija të mijat, do të ma bllokojnë këtë identitet. Dhe unë do të kem mundësi playbook, kush do të më përgjigjet? Të mos themi edhe një perversitet tjetër që ka kaluar se ti shumë mirë parashtrove 2 identitete. Po këto identitete kontrollohen nga identitet tjetër që quhet diella, e cila ka hyrë në qeverisjen shqiptare me një identitet të çuditshëm, jo njerëzor. Pra, Kanë shkruar edhe media shumë të rëndësishme ndërkombëtare për këtë eksperiment, madje ka pasur një opinion nga njerëz që kishin përvojë punë edhe në Google, që paralajmëronin që teknologjia nuk mund të jetë qëllim vetvete dhe duhet të jetë në shërbim të demokracisë, por nuk e zëvendëson dot demokracinë. Pikërisht. Sepse ti kur ke shkuar në 11 maj dhe ke votuar ose s'ke votuar, ke patur parasysh një sistem i cili nis nga vota për njeriu, për idet dhe për pikpamjet, që nis nga vullneti atyre njerëzve që ti ke zgjedhur, të cilët krijojnë qeverisje. Dhe ata që jemi sot në ditën krejt natyrshme kur zëvendës kryeministri ka pësuar një atak juridik. Pra, një gjykat ka vendosur, ka marrë një masë. Në qoftë se gabon një autoritet siç është diella, që është e barazvlefshme me Zojën Balluku. Ligjërisht është e barazvlefshme. Dhe unë i ftoj shqiptarët të kthehen fjalimit të mbajtur në parlament nga diella, e cila i thot kushtetuta nuk është çështje kromozomesh. Pra, kushtetuta që faktikisht është bërë për njerëzit, është bërë për të mbrojtur popullatën. Kjo është kushtetuta faktikisht çdo ligj mund të jetë bërë për të çfarë? Për ta mbrojtur nga qeveria. Eksakt. Dhe diella del në emër të qeverisë dhe thot nuk është çështje kromozomesh. Dhe diella nesër ty do të kontrolloj këtë identitet. Ku do të kërkosh llogaritë kur diella të vendos që ti nuk duhet të ekzistosh, që ti nuk duhet të kesh pronë, që ti nuk mund të marrësh bukë. Diella e cila është Tadzan, ka thënë Edi Rama, do pjelli diella të tjera. Pra këto sisteme do të hynë, dhe unë nuk do të qeverisem më nga ajo që unë kam zgjedhur, kam shkuar të votoj. Unë do të qeverisem nga diçka që është jo njerëzore. Dhe unë, identiteti im njerëzor, jeta ime njerëzore, do të varet nga algoritmet që natyrisht janë të cënueshme. Hyni, më fal, Kastro, se desha të bësh një pyetje, po duhet ta mbyll si koncept. Po. Hyni sot në ChatGPT. Edhe bëni pyetje, thuaj ti je njeri? Jo, thot. Ti ke moral, ke ndërgjegje? Jo, do të thoj. Atëherë si ti vepron? Unë veproj nga algoritmet. Algoritmet. I thuaj, ke caktuar ti? Jo, thot, i kam bërë njerëzit. Pra, është një sistem i manipulueshëm nga njerëzit. Dhe unë në vendin tim nuk kam garancinë që njerëzit që do të manipulojnë këtu, në fakt nuk ka garancia se vendet më demokratike të botës. Por sidomos në vendin tim, po jo se ka dhe një kontradikt, nëse e kërkon qeveria këtë kontroll, nuk është demokratike. Absolut. Kështu që s'mund të presësh. Absolut. Dhe në një vend që është bishti i Europës, është vendi më i korruptuar i Europës, është vend me krim të organizuar. Mos harrojmë atentatin e fundit që ndodhi në Rinas. Domethënë, është më keq se të kishte ndodhur në kryeministri. Rinasi është objekt i rëndësisë veçantë. Edhe atë e komentoi udhëheqësi dhe tha nëse do të kishim identitetin digjital dhe kamerat me njohje fytyre nuk do të ndodhte. Atëre, kamerat me njohje fytyre mund mos i ketë kryeministri. Po kryeministri ka paguar me lekët tona, ka paguar 2 satelit. Po më kujtohet, siç kujtohet ty se doli si anekdotë në vitet 90, fillim viteve 90, me satelit kishin lexuar në Moskë njërin që kishte gazeta, lexonin titullin Pravda gazetës. Pra nga hapësira, para 35 vjetësh, sateliti dallonte gërmat e një gazete. Pas 35 vjetësh, sateliti nuk dallon nga ka dalë një makinë dhe ku ka hyrë një makinë. E para. E dyta, pse s'qen nga këto kamera, s'u shoh kamera gjithandej? Pse nuk funksionon nga kamera digjitale? Natyrisht një fytyrë të mbuluar, kamera nuk e dallon. Por një sistem kontrolli me satelit, me drone, më the thash, e gjen shumë mirë nga ka dalë kriminali ku ka hyrë kriminali. Dhe nga e di krimi që është bosh i pa kontrolluar. Janë vënë kamerat, se është bërë ligj edhe për këtë, janë vënë kamerat e sigurisë me idenë që do të ketë kontroll plot, nuk ka. Janë lëshuar satelitët me këtë ide, merret kontrollin 100%,
territorin kontroll, nuk ka. Pra, unë nuk kam asnjë lloj besimi dhe garancie tek kjo gjë. Por po të thoya, ne jemi vendi i fundit në Europë, jemi vendi me korrupsionin më të lartë, me krimin organizuar sundus. Kush më jep më garanci? Me teknologjinë më të ulët. Nuk diskutoj pse duhet të jem unë vendi i parë në Europë që të eksperimentoj. Pra, a jemi ne nevojtorja BE-s ku bëhen eksperimente dhe po dështuan, nuk i implementoam, po i plasit si pa BE-s duke parë këtë gjë e merr nga ne? Këtu janë disa gjëra duke filluar të ketë tek diella, tek ky identiteti digital, disa gjëra të tjera, të cilat mua më kanë futur pikërisht në këtë lloj, si plot se unë nuk jam personi që si thua që ka shpallur shqetësim për identitetin digital. Ka nisur ndër njerëz që e njohin, ndër ekspert, aktivist, por jemi disa që e shohim këtë gjë si shumë të frikshme për marrjen total në kontroll të jetës tonë. Ky është problemi. Përpjekjet e para, nëse mund të quajmë kështu, për identitet digital, ishin ato që u shprehën në rastin e pandemisë. Në emër të mbrojtjes së shëndetit publik, të mirës të madhe, u kërkua që njerëzit hiqnin dorë nga privatësia, të tregonin statusin e tyre të vaksinimit, statusin e infektimit apo jo, dhe të instalonin dhe aplikacionin celular, madje, i cili përmes geolokacionit, pra vendodhjes, të raportonte ty, po dhe ty të raportonte tek të tjerët, nëse njerëz të infektuar apo të vaksinuar ishin për rreth teje. Po. Pra ky ishte një lloj vetë spionimi vullnetar që njerëzit i bënin vetes dhe sistemit. Terrori ishte i madh, njerëzit fatkeqësisht treguan se e lëshonin privatësinë. Domethënë në Europën perëndimore shenjat nuk ishin të mira. Po pastaj kjo u la minjan, si duket do të rikthehet tani. E pandemia ishte një eksperiment gjigant, ku neve ishim prapë në pararoj, për çudi, të këtij eksperimenti. Dhe imagjino pak Theo 5 vite më parë, sikur ne ta kishim këtë identitetin digital. Dhe ty të thuaj, Kastriot, nesër ora 10 do vish bësh vaksinën. Ti nuk do ta bëje vaksinën. Dhe ty të ndërpritet çdo lloj shërbimi, duke filluar nga parat, si ti transaksioni do t'i bësh përmes si kompanie celulare sot. Pra, nga parat do të ndërpriten. Lëvizja dhe gjithçka tjetër. Ti je një person i cili faktikisht nuk je. Do të nështrohesh sistemit. Ai eksperiment na e provoi, por në atë periudhë nuk kishte kontrollin në këtë nivel. Për sa i përket perëndimit, unë kam patur kontakte për shkak të nevojës me të huaj. Javë pas jave, duke ndruar grupet më dha të huajsh, francez dhe italian kryesisht, dhe kam vëre që nuk ishte eksperiment vetëm komunizmi në lindje, po ishte dhe kapitalizmi në perëndim. Pra çfarë ndodhi në perëndim? Në qoftë se në lindje u ushtrua kontrolli, larja e trurit, marrja në kontroll e shoqërisë përmes dhunës dhe ideologjisë, në perëndim ndodhi e kundërta, ndodhi përmes llastimit. Dhe njerëzit i kapën përmes të mirës. Perëndimi ka dorëzuar mendimin kritik. Dhe është perëndimi tani në pozitat e lindjes që thotë qeveria ka drejt. Sepse në fund fare demokracia jon na ka sjell këtu, demokracia jon na ka sjell këto të mira. Për këtë arsye neve i besojmë shtetit. Ndërkohë që shtetet dhe po i shohim në Europë që po funksionojnë si një klub njerëzish që mendojnë njësoj, që i trajtojnë njerëzit si turma, të gjithë Europën e trajtojnë si turm, pa identitet, dhe që populizmin që lindi Shtetet Bashkuara me ardhin e Donald Trump, nëse e shef edhe në fjalor, në gjithçka tjetër, i quajnë si një gjë vulgare, që ti merresh me interesat e populist është bërë sharje sot. Po, ti merresh me interesat e njerëzve, që në të vërtetë demokracia, popull, kraci, është qeverisja e popullit. Natyrisht nuk mund të vi populli 3 milion ose 300 milion amerikan ty në një sallë. Delegojnë njerëz, po delegojnë për të mirën e tyre. Në Shqipëri absolutisht zero. Program ka Edi Rama të paktën 2025-2029. Programi vetëm është Shqipëria 2030, futja në Bashkimin Evropian. Se si do futemi, se çfarë jemi ne që po futemi?
se si do të jetohet ato 4 vjet, ti nuk e ke. Po shoh këto të buxhetit, në diskutimet e buxhetit, është një diskutim tallës. Kaq milion këtu, kaq miliard këtu. Ku ti duhen shifrat? Në qoftë se ne do kemi një buxhet për shëndetësinë. Edhe më pëlqeu shumë dhe ministri e shëndetësisë që tha 12:30 kisha lënë takimun, tha, por rritë 5 minuta për ju. Dhe një orë mbas asaj u morën këta me oraret. Ndërkohë që ministrat do të shkojnë në parlament duke kërcyer. Sidomos kur është buxheti, sepse parlamenti e ka caktuar. Dhe buxheti diskutohet, kaq milion këtu, kaq miliard atje. Nuk është çështja sa milion. Ti do thuash, prioriteti ynë për shkak se është rritur ta zëm sëmundja e kancerit, se e vën gjithë atë fjongon roz këtu. Po pastaj mbas fjongos roz kam takuar një zonjë duke qarë në Panajir para një jave, sepse ishte hequr një ilaç, i cili ishte specifikisht për atë lloj kanceri gjiri. Ishte hequr, dhe ishte dhënë një ilaç tjetër që s'kishte efekt. Në qoftë se ta paracetamol për shembull, pa rëndësi ka. Dhe në qoftë se ti do të thuash, në Shqipëri numri i kancerit është rritur, i gjirit, prostatës, sepse thash. Dhe neve me, po themi 10 milion euro, kot po them, do të zgjidhim këtë gjë dhe këtë gjë. Duhen dhe kaq, të cilën do të zgjidhim. Ky është projekt buxheti dhe buxheti. Nuk është kaq milion shkollat e mesme, kaq milion të lartat, kaq milion këto tjerat. Numra. Dhe për të kthyer për mos ne nuk kemi këtu një program i dashur Kastriot. Programi, po të marrësh programin e Edi Ramës, nuk ka program, po të marrësh fushat thot Shqipëria ka pasur vetëm në 2013. Po. Programi Partia Socialiste dhe për mua ka qenë programi i shkëlqyer. Dhe unë atëherë natyrisht interesonte më shumë pjesa e kulturës. Kam shpallur publikisht, kam thënë që nëse Partia Socialiste bën 1/5 e këtyre që ka deklaruar në program, unë do votoj Partinë Socialiste pas 4 vjetësh. Natyrisht nuk bëri asgjë nga ato. Ne jemi mësuar me këtë që të tjera bëjnë, të tjera thonë. Dhe këta ju vetëm që tematikisht nuk bëjnë atë që thonë në fushat, po mund të bëjnë edhe të kundërtën e asaj që kanë premtuar. Po dua të rri prapë ke identiteti digital dhe të mos merremi shumë me Europën, mbase e fusim më vonë Europën në valle. Kjo qeveri ka treguar një vullnet ndryshe nga qeveritë më parshme, qysh me ardhin në 2013, një vullnet për ta kontrolluar. Unë mbaj mend për shembull që kjo është qeveria e parë që propozoi që targat e makinave të pajisen me microchip që të gjetë vendodhja. Justifikimi ishte që ta kuptojmë kur kanë lëvizur me shpejtësi të lartë. Po unë dhe ti e dim që nëse këtë akses u japim, ata gjejnë në çdo kohë se ku është makina dhe gjejnë ku jemi ne të dy. Po, përveç gjetjes makinës. Fatmirësisht kjo nuk u bë, por nuk hoqën dorë. Po ai ministri që ishte atëherë, që më vonë bëri edhe pak burg, tha që na duhet një pajisje për të përgjuar bisedat telefonike, madje edhe për të thyer komunikimet e kriptuara përmes këtyre aplikacioneve si WhatsApp, Signal, Telegrami, më thash. Pse gjithë kjo nevojë për të përgjuar që në 2013 dhe pse kaq pak reagim nga opozita kur qeveria haptas i tregon ambicien për përgjim? Po ne kemi biseduar shumë herë dhe ti nuk do që të flasim për Europën, po unë do të flas për opozitën. Jo, do flasim më njëherë, po domethënë ishte batut. Sepse çështja është këto janë të ndërlidhura. Unë nuk kam parë një opozit në kuptimin jo si forcë politike, po opozicion kundërshti të programit të Ramës për Europën. Do thuash, po mirë, ti e kundër futjes Shqipërisë në Europë? Në këtë formë jam 100% kundër. 100% kundër. Unë, ti dhe i pjesë e shqiptarëve kanë dalë në 90-ën për Shqipërinë si gjithë Europë, për ta bërë me standardet e Europës që nga koha e mbretërve, pra që bën ndërtimet e mëdha, bën qytetet, sollën kulturën, sollën letërsinë, sollën artin, sollën mirëqenien. Dhe këtë prisim ne. Domethënë Shqipëria të kishte një operë si e Vjenës. Shqipëria të kishte një teatër si Anglisë. Shqipëria të kishte universitete si t'Italisë ose të Francës. Këtë prisnim ne. Prisnim mirëqenie dhe shqiptarët e shkret në fillim fare, legët e parë që i bën, prishën Durrësin. Morën 30 minuta larg shtëpisë parë, morën në shtëpi dytë, edhe kanë ngela do shtëpitë e Durrësit. Po kjo ishte ëndra, pra, që Shqipëria të bëhej Europë. Dhe ne u keq trajtuam në këtë ide. Pastaj kjo u tjetërsua. U tjetërsua duke e thënë do hym
në Europë, që prapë në pavetdijen e shqiptarit, mesazhi subliminal ishte që ne do bëhemi si ata. Në fund fare, keq, po kur tym atje do të na hedhin një kafshat. Siç vjen një komshi i varfër në një lagje të pasur, e dikush i jepi televizor, ty edhe ne do jetoni mirë. Çfarë ka ndodhur? Ne kemi hyrë me pjesë në Europë. Pjesa më aktive e Shqipërisë, dhe riprodhuese, ka shkuar në Europë, punon atje me vetëdije që ky vend s'bëhet. Këtu kemi ngel ne, të cilët dal nga dal po arrim mosh pensioni. Dhe këtu na foli shumë bukur një djalë emigrant afrikan, sa litra benzin doni? Pra, ne na ka zëvendësuar këta. Me vetëdije se ty të kujtohet në pandemi që i tha kryeministri atij biznesmenit. Ta merri nga Bangladeshi, nga Senegali, tha se janë të urtë, tha. Kërkojnë të drejtë vote. Po filluan të flasin, tha i çonte ndrojnë të tjerë. Eksakt. Dhe shoqëria e kontrollit natyrisht që merret ose krijohet nga njerëz dhe sisteme dashakçinj. Po them një herë, këtu kur ti nuk ke check and balance, pra pushteti vendor që është pushtetën vete, në Shqipëri nuk ekziston më si i tillë, por është si komitetet ekzekutive në kohën e Partisë Punës, diktaturës. Ku gjykata, e cila ka marrë një vendim, spaku çoi një vendim në GKKO, dhe kryeministri sot ka dalë ka thënë që jo pritha. Ta çojnë thënë në kushtetues se kjo është kështu dhe ka interpretuar me fjalët e veta. Këtë gjë se ç'është vendimi i gjykatës. Qofse gjykata kundër krimeve të rënda dhe korrupsionit trajtohet shumë nga kryeministri, po ka stereotipjar mirë shkurti nesër. Kur kryeministri ose një patronazhist i thjesht të thojë, ky njeri është kundër nesh. Çfarë do ndodhi? Ne kemi provuar me këtë identitet që kemi, që na mbyllur portat këtu dhe këtu. Na mbyllur portat në mënyrë më flagrante. Ti shiko që prona në Shqipëri nuk ekziston më si koncept. Sidomos kur vjen raport me shtetin. Dhe natyrisht dhe gjykatat raport me këtë gjë. Shikoni ç'a ndodh me pallatet e 5 majit. Ti hyn, do banosh atje derisa të vdesësh, por kur vdes as e trashëgon, as nuk e shet dot, as nuk e jep dot me qira. Dhe fjalën për këta që e përfitojnë si të pastërë për shkak të tërmetit. Jo vetëm ata, edhe familjarët, ka ata që kanë firmosur, ka të tjerë që kanë hedhur në gjyq dhe kjo çështje vazhdon. Cilët familjar? Po një pjesë edhe ata që ja u ka marrë shteti si pronë për të ndërtuar aty. Ti Erald Dagën, ndryshe ke pjesë të emisionit, po e kam dhe avokat. Atëherë, dhe jam dhe përfitues Eraldi. Ta shpjegon Eraldi se si shtëpitë e tërmetit që u ndërtuan atyre që u prish shtëpia nga tërmeti. Këtyre të 5 majit që u prishën banesat, kanë firmosur ata se në qefe sipër se po marrim shtëpi kanë hedhur firmën, por poshtë puna saj dëmton rënd duhani shtetin, e kanë që as e shesin dot, as e trashëgojnë. Unë s'kam firmosur akoma, kur të firmos do të lexoj me lenta. Prona nuk është më e jotja, është goditur sot me këto kushte. Nesër pas nesër, nga celulari jot, ti je i sigurt që do të marrësh shtëpinë e shtëpisë? Si do funksionoj? Pra, për çfarë arsye duhet një sistemi të marrin kontroll edhe qelizat e një individi? Po pra, pjesa e parë, unë mendoj që prap edhe kjo mjafton për të shqetësuar e për të rebeluar, është përgjimi. Jo përgjimi më kastriot, është më e rëndë, përgjimi është pjesë. Kontrolli. Në moment që ti ndihesh i kontrolluar, pra në kohën e diktaturës, se ne kemi arritur të rritur atë pjesë. Ne nuk na kontrollon të njëri, ne kontrollonin veten. Ne kontrollonin veten, ne e dinim se çfarë nuk flitet, ne e dinim se ku nuk shkoj, ne e dinim se me kë nuk rrihej. E dinim ne. Nuk mund të shkojë ti tek një familje e cila ishte e prekur quheshe. Po mirë, pra, shumë mirë që e përmend atë kohë, sepse unë shoh paralele midis asaj kohe dhe kësaj kohe. Ndryshimi është vetëm në teknologjinë e përdorur. Fiks. Atëherë shteti i duhet të paguante njerëz që të trinin nga pas, të mbanin shënim ku shkove ti. Shënimet e atij duhet kryqëzoheshin me shënimet e dikujt tjetër për të provuar që ai nuk po gënjente. Pastaj shënimet e dyve këtyre duhet lexoheshin nga një oficer, duhet përdorë mendja njerëzore për të nxjerrë një përfundim dhe kishte kosto i gjithë operacioni. Prandaj edhe ndonse ne e kemi fryrë shumë sigurimin, nuk ka përgjuar çdo shqiptar se nuk e përgjonte dot. Me teknologjinë kam frikë se po u vjen mundësia për të na përgjuar gjithëve. Nuk e mohoj pjesën e kontrollit. Po filloj nga përgjimi, prandaj e përmenda MC Catcherin që donte Sajmir Tahiri.
Microchipin e targave. Prandaj kam përmendur në podcaste të tjerë faktin që këtu ke ne duhet parkosh me celular. Në momentin që ti parkon duke paguar me celular, ti ke deklaruar vendodhjen tënde nominale, sepse celulari është i joti, ti po marrësh makinën time, po celulari është i joti. Po. Që të paguash parkimin ti do japësh targën time, u morë veshje ne të dy kemi një lidhje. Dihet eksaktësisht koha dhe vendi se ku ka ndodhur pagesa dhe parkim. Pra, të gjitha këto janë, si të thuash, po ja bëjmë dosjen vetes vet. Po ja bëjmë gati shërbimeve sekrete, dosjen tonë duke i treguar çfarë pëlqej. Stop, jo shërbime sekrete. Ti po e bën gati çdo nën punë si të thjeshtë këtë gjë. Dakor, sepse identiteti do të jetë ke gjendje civile po, pra, do të jetë një punonjës i thjeshtë me shkollë të mesme që do punoj aty dhe do i thonë, "Ma jep çik ku është tani Armir Shkurti?" Dhe do thotë, "Po pi kafe me kastriot shipin, edhe ka paguar kafen, edhe ka lënë dhe bakshish, se ka bërë nga celulari." Kjo është. Dhe mua nuk më shqetëson kjo, mos e jeta ime është publike, imja personal, nuk më plas në atë aspekt. Unë kam tek pjesa e kontrollit, dhe ne kemi lënë bashkë të diskutojmë edhe për pjesën e identitetit gjinor, siç e shpallë ti. Në fund. Ti do të jesh i kontrolluar në aktivitetin tënd, por do të jesh dhe i suggestionuar përmes mënyrës se si do të komunikosh. Se si do mlidhemi në diku, për shembull diskutojmë, nuk na pëlqen ky mënyra e kontrollit përmes ligjit të qenive. Se këtë po më pëlqet trurit duke biseduar me shqiptarët vazhdojnë thonë, do t'ju marrin fëmijët do ja u tredhin. Po lërë më kjo është e fundit e ligjit, më vëlla. Kjo është e fundit. Nuk e ka ky ligj. Ja po e them unë. Ky ligj nuk e ka që do t'ja marrin fëmijët do ja u tredhin. Nuk gënjen. Pa dashje po ju gënjen. Ky ligj është aja. Në Shqipëri ka burr, grua dhe të tjera variante. Këtu është hapja e derës. Po këtu të kalonej. Der këtu. Dhe këtu shumë njerëz, edhe nga këta konservatorët që thonë, po mi ma vlatët, bëjmë qatë dojmë me trupën e vetë, burë shpun kam unë. Der këtu jemi prapë më rregull. Mua ajo që më terrorizon, sepse kam jetuar komunizmin, është kontrolli përmes gjuhës. Pra ti nesër, dhe i them shqiptar, sot, Sali Berisha, ditën e ligjit, që u miratu ligji, përfoli seksualitetin e ambasadorit BE-s. Jo specifikisht, po ku diun, u ndje i lënduar ambasadori. Dhe Sali Berisha u dënua 10 ditë. Jo, prit, ambasadori s'ka thënë gjë. Po pra, u revoltua Partia Socialiste. U revoltua, po se e dënoi. Një deputet. U prek ambasadori. Një deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Kryetarin e Partisë Kryesore të Opozitës, i cili u pyet nga gazetarët dhe u shpreh me që u përmend seksualiteti i ambasadorit BE-s, u penalizua. Kupton çfarë do të ndodhi ty, çfarë do të ndodhi atij tjetrit? Dhe kupton ti që në rast se ne do të duam ty të dënojmë ose të penalizojmë apo të shantazhojmë, do bëjmë 5 veta, do themi na ka ngacmuar. Më falë, nuk do ta deklaroj prirjen se do të jetë drejta e personit. Dhe mund të jetë çfarë duash ti. Jo, thotë, unë nuk i deklaroj, po ky më tha, je burr i keq. Dhe mua fjala burr më lëndoi. Më shumë se sa i keq. I keq nuk ka rëndësi. I keq është për ty. Burr, ku e di ti që jam burr? Po dal mos ti ku e di me çfarë të drejtë. Dhe e penalitet do të shkojë deri ke identiteti yt digital. Dhe ti do të kontrollohesh nga identiteti tjetër që nuk është njerëzor. Ti do të kontrollohesh nga diella dhe djejt e tjerë që thotë ky. Po pjella jo. Ai djalli. Se me teorinë e Gonzalipaj ndrohen rroget, nga diella bëhet djalli. Ty do të kontrolloj një entitet që nuk është njerëzor. Një entitet që s'ka empati. Një entitet që shkon në ChatGPT, po ty është tek ChatGPT-ja dhe bën një pyetje delikate, por bën pyetjen e parë. Ti jep një përgjigje bazike, politikisht korrekte. Qofse ti i thua, për shembull kam bërë debat për racat. Sa raca njerëzore ka? Jo, thot Armir. Se më di dhe emrin. Se ja ke thënë ti. Jo, po normal. Jo, Armir thot. Nuk ka raca. Njerëzimi është një. Po raca qenë, i them sa ka dhe thot,
Raca qenë, sot ka kështu minuar. I interesuar për ndonjë prej tyre? Jo, edhe unë jam interesuar se si qenë lopët, derrat, kanë racë vetëm njeriu s'ka. Jo Armir thot, por dhe pastaj kur ti ngre nivelin e bisedës, ai hap kapak tjetër. Dhe vazhdon përgjigje deri në moment caktuar, pastaj thot jo, këto janë përgjigjet e mia. Kjo do të jetë diella. Pra ti diellësh do i thuash, ore pse më ke bllokuar kartën e do drejtohet tek Albania. Dhe ti do i drejtohesh po diellës. Po shqyrtohet, po bëhet. Dhe ti nuk ke ku të shkosh vëlla. Pra, është shumë më keq se sa nëse ti do të shkosh në një zyrë ku është një nëpunës i padrejtë, po ti shkon ankohesh tek eprori dhe tek sistemi, se sa këtu ku i kanë pranuar të gjithë që po jo se kjo është një gjë që kemi pranuar gjithë është inteligjencë artificiale që bie të jetë si për orën ndaj nesh dhe të na sundoj. Ndërkohë që unë s'kam votuar diellën. Unë s'kam votuar diellën. Pra nuk kam votuar diellën si koncept, kam votuar njerëz, kam votuar pro dikujt dhe kundër dikujt. Në qoftë se diella bën një prokurim dhe padrejtësisht i jep firmës A në vend që t'i jap firmës B. Po. Si dënohet diella? Unë do të lutesha të mos e kalojmë te këto lloj anekdotash. Dakor. Se jo, e di për një arsye, ke shumë të drejtë, aspekti është i tmerrshëm është. Ai thotë do t'i prodhojnë diella asistent deputetëve. Pra dhe vendimet parlamentit do na kalojnë përmes diellës. Shiko, po disa deputet kanë vërtet nevojë për diella. Jam shumë dakord. Zegjineja, po, apo Neo Malsoria kanë nevojë për jam shumë dakord që ka plot deputet që në radhë parë ka nevojë për inteligjencë, qoftë kjo dhe protezë artificiale. Por ata deputet janë zgjedhur enkas ashtu. Po pra, pa personalitet, pa dinjitet, se mund të jenë dhe shumë inteligjent, por janë të rreshtuar dhe janë thjesht shtypës butoni. Ama, nëse deputeti është asistent, dhe ne pranojmë këtë gjë, nesër pse mos jetë ligjvënës ai deputet? Se do ne hapi provën që ai po i bën ligjet tona. Ai po bën ligjet, ai po bën qeverisjen, ai po bën prokurimet, ai po kontrollon jetët tona për të mirën tonë. Ndërkohë që ne dita që vjen liria na zvoglohet dhe kontrolli te rritet. Ku në një sistem gjithmonë më të korruptuar, se pritash se u bën 40 kryeministra që i merr të pandehur. 40 kryeministra të kësaj qeverie. Një tuf ministrash, një kryetar bashkie. Pse duhet kem besim unë që ky sistem i korruptuar me një krim të organizuar që dominon jetën ekonomike, politike, gjithçka të vendit tim, janë të shëndetshëm për të marrë kontroll jetën time. Kjo është pyetja që unë i bëj atyre që po na ndjekin. Përse unë kontrollin e jetës time, lekët e mi, pronën time, do ta lënë dorë të një celulari, pas të cilit ndodhet inteligjencë artificiale, ndërkohë që kontrollin politik dhe ekonomik të vendit tim e ka padrejtësia, korrupsioni dhe krimi organizuar. Kjo është për reflektim të njerëzve, se njerëzit ngrenë sytë shu e thonë, keq po bëhet, keq. Por asnjë nuk thot, unë se dua të prononcohet, unë nuk e dua këtë gjë. Unë mendoj këtë gjë. Dhe unë mendoj, jo artificiale, dhe s'kemi pse jemi ne pararoja e Europës, kur jemi bishti në gjithë gjërat e tjera që ndetu t'i kishim këtu. Jemi keq në ekonomi, ke shkatruar shtresën e mesme, ke rritur korrupsionin, je keq në arsim, je keq në kulturë, se më pëlqen dhe gjë tjetër. Ky buxhet, edhe kjo ka ndodhur historikisht, është më i lartë në historinë e Shqipërisë. Po morse të shtashi llaf turpi. Po vit për vit rritet GDP-ja, rritet të ardhurat dhe rritet buxhet. Çdo buxhet është më i lartë se viti i kaluar, historikisht. Nëse në kohën ku diun, ka qenë 1 milion franga në kohën e Nemçës, sot natyrisht do të jetë disa miliard. Por kjo nuk është se kjo qeveri ka bërë namin e zi. Do të thotë që është një rritje normal. Puna është sepse ka rritur taksat, ka rritur dhe borxhet. Janë rritur buxhetet dhe janë përmirësuar sistemi i arsimit. Po, në shkollat tona nuk ka më klasa me 2 turne. S'ka mundësonës. Shëthirë fare. Dhe ka shkollat mbyllura përfundimisht. Ti thon do investoj tek sistemi i arsimit. Po shkosh i shkencat sociale, shkencat e sakta. Kë bosh. Pse? Po nuk shkon njëri, më çfarë do bëhet ai? Mësues fizike. Çfarë do bëhet shkencëtar në Shqipëri ose do prodhojnë makina apo avionët që thon këta, po prodhojnë anije neve për NATO-n? Shkojnë njerëzit, bëjnë shkenca llafesh,
Apo bëjnë mjekësi, të shkojnë edhe punojnë infermiere, mjek në Gjermani, edhe në vendet e tjera. Ne jemi fabrikë emigrantësh, prodhojmë dhe përpiqemi të subvenciojmë. Por unë kam bërë emisione. Më kanë ardhur sër duar emigrantësh nga Madagaskari, thonë është më keq në Madagaskar. Erdhën me shpresë tjetër. Sot më erdhën 7 vajza që kishin në një fabrikë në Sarand, kishin fjetur në tapete jogash. Ke parasysh këto tapete? Aty i kishin vënë për të fjetur. Kushtet e jetesës së tyre. Kjo është Shqipëria. Kjo është Shqipëria e 2030-s, e kontrollit digjital, pra e Europës. Kjo është Europa që i ofrohet tuajve që vinë dhe Europa e zbrazur nga shqiptarët, të cilët kanë ikur në Europën nominale sepse këtu nuk kanë më shpresë, i ka vrarë krimi organizuar, po them, dhe korrupsioni. Shiko, ti përmende një ministre dhe mua më kujtua një ministre britanike që e pash jo më larg se dia në video, e pyeste gazetari për një urë që ishte në projekt të ndërtohej. I thoshte cilën pik me cilën pik do lidhi. Po. Dhe nuk e dinte ministria. E financave. Dhe i tha ky që bëhet fjalë për këtë pik, i tha, dhe këtë pik që do t'i lidh ura. Tani i tha, sa kushton kjo urë? Sa do ta paguajmë ne? Shiko, thot ajo, unë e di që do të disbursojmë rreth 500 milion pound që do ta vëmë në lëvizje këtë projekt. Jo, i tha, po të them sa kushton i gjithë projekti. Po shiko dhe shikon të letra vazhdimisht ministra, kërkon të nëpër letra. Në një moment i tha, po ku di unë disa miliard. Dhe gazetari tha, zonja ministre, sinqerisht, a jap le ta vazhdoj bisedën me ty? Po flasim për një urë, një projekt shumë të shtrenjtë qeverisë, ti nuk e di mbi cilin lum, cilën pik A dhe pik B do lidhi, nuk e di sa kushton, po ta them unë kushton 10 miliard pound. Po ndërkohë do ta mbyll bisedën me ty. Duhet të them këtë, idiotët nuk janë vetëm në Shqipëri. Idiotët po marrin poste në të gjithë Europën, sepse kemi arritur në një regjim teknokratësh. Ata që i bëjnë zgjedhjet e vërteta nuk dalin para kamerave, nuk ulen në parlament, nuk ulen në qeveri. Ja sjellin me tekst si atyre që japin lajmet në televizion, që ti e di që u vjen një tekst, mund t'i vijë edhe gjatë transmetimit. Po. Një tekst tjetër dhe ai thotë më falni se kemi një përditësim dhe lexon. Kështu janë bërë ministrat. Dhe jo rastësisht ne kemi Tony Blairin këtu, që është kumbari i diellës. Është personi që edhe po përfiton, po edhe po e nxit qeverinë shqiptare në këtë drejtim. Ndërkohë që në Angli një qeveri e majt me Keir Starmer, po has rezistencë të tmerrshme, se këtu ishte pika që doja ta lidhe me Europën. Brenda javës parë anglezët mblodhen mbi 3 milion në shkrime online. Ata kanë një procedurë që lejohet në parlament të japësh firmën online, dhe nëse caktohet, arrin një numër i caktuar, më duket rreth 100.000, qeveria është e detyruar brenda 2 javëve të adresojë çështjen, ta debatojë. Dhe për një numër tjetër, ndoshta 1 milion, nuk e di, duhet kalojë urgjent në parlament për diskutim. Pra nuk është se s'ka rezistencë. Po prap ky i dashuri i medias europiane, duket se ka marrë flamurin dhe do që t'jeti pari. Ne ram dakord që është përgjim dhe është dhe kontroll. Pa mund t'ja shpjegojnë publikut si do të bëhet zbatimi i këtyre masave të qeverisë, pra këtij kontrollit që theti i ndëshkimit përmes teknologjisë digjitale. Shiko, se ti the që do të bllokohet celulari. Po, unë po t'isha kaq perversh do isha në kabinet sot qeverisë. Ku ti unë çaj pjell mendja ti? Ku ti unë çfarë strukture do të bëjë njëri? Se di fare. Po unë shoh mekanizmat që janë. Ai ka përmendur paranë digjitale. Po, e cila është një projekt në fakt edhe europian, edhe botror, dhe ka thënë që ka vënë afat. Afati për mua është i tmerrshëm, ka thënë fund 2026 do të futet. Po, pra brenda një viti. Po. BE-ja tenton ta fusë si paralele të monedhës së parasë that, jo për ta zëvendësuar plotësisht, po, në 2028. Ky thotë në fund 2026. Po. Ka thënë përpara një jave që nuk do ketë më biznes pa ato kasat elektronike, po i quajmë. Po. Point of sale, poset që quhen. Pra edhe ti qofse shet 2 litra qumësht edhe 3 tufa majdanoz në ditë, o do kesh atë, o nuk do bësh më biznes. Ky po shkon de facto drejt zhdukjes paras that. Po. Ta shpjegojmë publikut pse është e tmerrshme zhdukja e paras that. Shpjegoje. T'ja shpjegoj unë. Shpjegoje. Sepse nuk ka alternativë. Po sepse është mungesë lirie, mor zotri. Ore, unë sot në xhep kam X lek, me të cilat bëj çfarë dua unë. Natyrisht brenda rregullave. Kufirit ligjor. Brenda kufirit ligjor.
Nesër unë nuk do bëj çfarë dua unë, po them edhe një herë, atë se jo ty, po do them publikut. Kontrollin e parave të tua nuk i ke ti. Nuk i ke ti, janë hava. I ka diella paratë e tua. Ka diella vendodhjen tënde, ka diella pronën tënde. E ka diella. Në këto kushte, ti nuk ke liri. Ti nuk ke liri. Dhe në një vend i cili, për shumë arsye, traditës, fajin e politikës që nuk u zhvillua, është një vend me një informalitet shumë më të theksuar se sa në perëndim. Pra, këtë qumshin që theti, tentoj Rama, tha, këtë kap me qumësh, tha, do ta gjobis qumshi në produktet e tij. Dhe i thau ata. Pra, nëse ti deri para 2 vjetësh, 3 vjetësh, shkoj e gjeje edhe domate me 500 lekë në treg skema. Mandarinat thon këta që i shesin. Na i marrin me 500 lekë thot grossistët. Sa i shesin? Kemë 2000 lekë. Si katërfishohet çmimi i mandarinës? Si katërfishohet çmimi i mandarinës? Do të thotë, duke qenë se është bërë monopol, duke qenë se fermeri nuk e shet dot, ati i ka hikur njëra këmbë të qenit banor i fshatit, po them fermer. Këmba dytë ishte blegtoria, se njerëzit kishin një baçe të vogël, dikush ishte dardh, që hanin mbas krave të kryeministit, dikush domate që hante vet, po kishte edhe një lop, 2, 3 dele. Sot ty të rrof dele, çfarë do bësh me delen? Se nuk mund të pish 20 litra qumësh në ditë. Nuk mund të pish 20 litra qumësh në ditë. Ai thot, jo thot, qumshin në qoftë se dele shet vet, unë do ta marr. Në emër të mirës, se mos sëmundje të thash ako uja. A thua në Shqipëri që neve na është stërritur numri kancerit nga pesticide, nga çfarë duash ti, nga hormone që përdoren në për ushqime në gjithçka tjetër, në mish. Neve na e bika qumshi i fshatarit. Ky është problemi. Pra, me goditin që i ka bërë, po them edhe një herë, ti nuk ke asnjë lloj sot interesit jetosh në fshat. Zero, përveç ajrit pastër. As punon tokën, as mban dot gjë të gjatë. Dhe fshati këto të dyja ka. Tokë gjë e gjatë. Iku. Dhe këto ishin, po themi ajo pjesë, po themi informale. Ti këtë po e shkatron, do ikin jashtë në Tiranë, s'do vjet marrë shtëpi me qira 500 euro. Piki jashtë shtetit ai. Murator, hamall, larës xhamash, pak rëndësi ka. Në qytet, një pjek misra, një ku diun, këto janë reduktuar sa duash, kupton, po tani do shkojnë në zero. Jemi të përgatitur ne që brenda vitit do ta bësh kështu? Nuk e di. Por kjo do të zbrazi edhe më shumë vendin. Kjo do të shkatroj edhe më shumë shtresën e mesme. Edhe më shumë. Se pash që FMN-ja ishte edhe kundër kësaj çështjes zero taksa biznesi i vogël. Pra, faktikisht është një formalizim që emri është i shkëlqyer, por është si të marrësh një fëmijë 12 vjeç që të thosh do lush me kombëtaren e të rriturve, ose do hysh në kombëtaren e të rriturve për shtang. Ati i ke shkatruar të gjithë trupin, prandaj po them është marr zvarr për flokësh. Një popull i drobitur, i lodhur, i smur, dhe i thua do vraposh me kampionin e botës, po do dalësh i pari në formalizim. I pari këtu, i pari atje, pavarësisht se je pa ngrën, i pa veshur, pa shtëpi, pa shpresë, hec, vrapo. Dhe kjo është vdekje, është çuarje drejt thertores. Kjo që them nuk është hartim, nuk është retorik. S'ka njerëz që dëgjojnë thotë biri legjeni ti. Është ti personalisht, ti që po dëgjon, do të ndodhi ty nesër. Cigaret nuk blen dot, se shkojnë ka një histori me Fatos Nano që shkoi kur ishte kryeministër i ndjeri, edhe diku kteka kapshtica i tha ati, ke Marlboro? I thaj me pull apo pa pull, i tha. Si erdha pa pull, i tha, fal, me s'ka që ta bjerë pa pull. Pra ti sot shkon dhe merr këtë pa pull, të zëm, nesër nuk ta marrësh dot pa pull. Nesër nuk do të marrësh këtë dhe këtë. Jo, prova generale ishte identiteti digital i Covidit, domethënë statusi vaksinal ose i kalimit i imunizimit. Po. Dhe ai të thoshte pa atë ti nuk shkon dot në kinema, nuk merr dot avionin, nuk merr dot trenin, nuk merr dot autobusin. Po. Ishte provë generale pa diskutim. Po
Për sa i përket identitetit digital dhe monedhës digjitale, se e theksoj këtë që janë të lidhura të dyja bashkë dhe ajo është mënyrë e fundit. Ne nuk e kemi shumë të vështirë të kuptojmë si do të jetë në Shqipëri kur dëgjojmë ato që thot Lagarde, kur thot von der Leyen apo eksponent apo Klaus Schwab në forumin ekonomik botror e të tjerë, që thon monedha digjitale e bankës qendrore, Central Bank Digital Currency, CBDC, do të jetë e programueshme. Dhe në forumin e Davosit ata e kanë thënë se çfarë lloj programimi monedhe kërkojnë. Kërkojnë tollonin digital. Që ty të lejohet të shpenzosh për mish, për qumësh, për çdo gjë që ata mendojnë që ose pretendojnë që ndikon në rritjen e dioksidit karbonit dhe CO2-shit në atmosferë, ti do kesh kuota, për do kesh tollona. Orkestriot, bëhet luftë se në Europë është nuk e kemi prallë, është histori. Bie serveri. Në Ukrainë sot kanë para që shkojnë në bleni gjë. Qofse bie serveri, çfarë do blesh ti? Atë që blen në Spanjë. Do bësh celularin kështu? Atë që blen në Spanjë në gusht kur pati ndërprerje energjie. Ha pra. Që as ujë nuk bleni dot. Ha pra. Në pikë të vapës. Pra kjo është aksidentalisht, po me qëllim. Po një fshirë, po qofse më hyn dikush mua dhe më fshin të dhënat. Eksakt. Ose më nxjerr që me paratë e mia është bler një makinë diku në Afrikë, unë se gjurmoj dot. Ore zotri, unë do të ankohem për ty në i vend, them ka borç Kastrioti, dhe ty ta bllokojnë numrin e llogarisë. Ti s'del si thua për pandeminë që nuk hyn dot në teatr, nuk hyn dot këtu, nuk hyn dot pse? Se do paraqisësh do bëj pip zotria e ndaluar. Për ky është marrë në skllavërim total i yti. Dhe këtë e bën një regjim i cili është totalitarist që në lindjen e tij, që në 2013. Qur ka ardhur. Natyrisht ka dhe parahistorinë e vet, se nuk është se erdhi Rama në një moment caktuar. Ju shtruan shinat Ramës. U bë ajo opozit e atij lloji që ky të merrte krahët të rritesh e të fryesh. Dhe sot me 83 mandate të shpallura, po plus tjera që janë rezervë, kontrollon jetët tona sot. Po nesër? 2 pajisje inteligjente në Amerikë, në 2 raste të veçanta, jo tek i njëjti përdorues fatmirësisht. Një televizor që regjistronte me video bisedat atyre që rrinin përballë televizorit, ndërsa një nga këto robotët për të fshirë, ke parasysh këto që lëvizin vetë dyshemedhe, kanë ca furça, që pastrojnë dyshemen, ai u zbulua që dërgonte të dhëna në qendër për gjeometrinë e shtëpisë. Pra pajisje që po përgjojnë edhe atje ku s'na ka shkuar ndërmend, që mund të përgjohet dhe që mund të ketë nevojë të përgjohet. Patjetër. Po mirë, me cila është zgjidhja? Se kjo nga Europa po na vjen kjo. Kjo nuk po na vjen nga Europa. Kjo po na vjen nga një agjendë e cila në vitin 2020 u kulmuan Shtetet Bashkuara të Amerikës me ardhen e presidentit Biden. Filloi lëvizja Walk, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Black Lives Matter, pandemia, të gjitha. Filluan për skllavërimin e njerëzit. Me ardhen e rikthimin e presidentit Trump, vazhdojnë janë pika ato luftrat, të gjitha këto janë pjesë e kësaj agjende të kontrollit. Fronti është spostuar në Europë. Dhe generalet e këtij fronti janë ata që i kanë hapur ose na kanë krijuar në iluzionin që është hapur ai portali, me cilin deri në 2027 neve duhet bëjmë këto detyra shpejt. Miratoni këtë shpejt na iku Europa. Dhe unë do të qesh, s'kam ç'a bëj, me popullin shqiptar që do të ngeli me gishtin në gojë kur mos të jetë hapur e dera e Europës. Kur të mos të jetë hapur e dera e Europës. Ku ne po nxitojmë vrap, dhe ne të kemi paketën e ligjeve, të kemi identitetin me celular, të kemi gjithçka tjetër, por mos kemi as liri, as mundësi fjale, as mundësi ankimi, të jemi thjesht si ata robrit e Mauthausenit, të veshur me një pijam, cilët shkojnë për kampe pune për siguruar tasin e supës. Nuk është realitet i Orwellit ky. Është pritshmëri nga ajo që ndodh. Dhe nëse nuk ndodh me Edi Ramën, kush na siguron ne se mirë ky që nga burri mirë, që pas ti me këto standarde vjen një i keq, vjen një Hitler, vjen një Enver, vjen nuk e di dikush, një djallë,
i cili e ka të çfarë pengon një bandit nga këta të krimit të organizuar të fitojë zgjedhjet, të marrë pushtetin dhe pastaj nga celulari i tij, siç drejtonte pandemin Rama, drejtoi vendin. Të drejtoj sklever të cilët nuk thonë dot as burr grua. Çfarë pengon asgjë? Unë mendoj që jo. Me këtë paketën tonë për Europë. Zgjidhja, ka shpëtim e parandalojmë dot këtë situatë? Pyetja është shumë e vështirë dhe po legjitime besoj. Pyetja është legjitime, mos të gjithë këtë thonë. Por në Shqipëri kjo lloj politike, pra 360 gradë spektri, e ka vrarë shpresën. Dhe jo vetëm e vret, po edhe kur tenton të ringjallet, shihet një rektim jete, pam japin ku të grasit, thon francezat, plumi mas koke. Një nga ato ishte kandidatët e pavarur të opozitës në zgjedhjet e pjesme. Pra në vend që opozita ishte ngritur të tregonte që na vodhi, na goditi, po do lëvizim, morën ca aktor dhe i vun kandidojnë. Dhe në një pjesëmarrje katastrofale, 18% në rang total, fiton 80% pushteti. Duke i thënë shqiptar, duke i thënë mesazhin që ne as nuk i përfaqësojmë dot, s'kemi mundësi. Po dhe këta që hyn nuk e mundin dot sepse ata të dërmojnë me 80% fitores. Kështu që çfarë them unë shpresë? Shpresë është ndërgjegjësimi, radh parë njeriu ja thot vetes. Dhe këtë un kam 100 vjet që e them. Thuaj vetes, thuaj kafe, thuaj njeriu të afërt. Po bëhesh skllav, po ndodh kjo gjë. Lidhu me tjetrin dhe nuk ke për të humbur. Më fal që se nuk është në gjuhën time të përdor Marksin. Por Marksi thot, proletariati vetëm prangrat ka për të humbur. E skllavi nuk ka të humbi veç prangave. Këto janë pranga. Në qoftë se duhet që ti thosh vetes, o do vdes duke luftuar, o do vdes me pranga dhe me tasin e orizit. Këto janë të dyja. Dhe do fillosh t'ia thush shokut. Do fillosh t'ia thush një grupi. Dhe do fillosh të thuash jo këta që deri më sot kanë thënë që ne do bëjmë Shqipërinë, do bëjmë politikën, këta na kanë gënjur. Këta na kanë keq përdorur, këta na kanë tradhtuar. Në moment që këta na kanë tradhtuar, do fillosh të ndërtosh formacione të tjera. Ora nuk janë me brirë me flatra këta që u bën politikën shqiptare. Nuk janë me brirë, janë këto partitë e reja që kanë dalë. Lapaj edhe ky Arlind Qori. Pavarësisht konsideratës time personale për ta, ose mos konsideratës. Fakti që kanë punuar në mënyrë sistematike dhe kanë krijuar elektorat tregon që edhe një person që vjen nga hiçi po punojë në mënyrë sistematike dhe po të ketë ide, krijon elektorat. Kaq është, e thjesht. Duhet më thon vetes se unë di socialist të terrorizuar nga fitoria gjigante e PS-s, e Ramës. Socializmi që thonë, kjo është katastrofë. Sepse ndihen komplet jashtë të zhvlerësuar. Nuk janë më. Partia Socialiste kishte debat, Partia Socialiste ka pasur ide, ka patur personalitet dhe figura. Kam një kushëri që është kryetar dege, organizata baze, ku diun si i quajnë socialistët tani këto organizimet e tyre kapilare. Dhe më tregoi një ditë për të më argumentuar, se më dëgjonte mua që flisja publikisht edhe në Facebook, edhe më thoshte e ke pak gabim ti. Pse e thashun? Se nuk ka më Parti Socialiste. Si s'ka më? Kishte mandat në parta. Tani është organizata e Sorosit. Edhe po të tregoj tha një shembull se kur e kuptova unë. Ishim mbledhje, kishte ardhur i deleguari, siç vinte që në kohën e merhumit, i deleguari nga lart. Dhe ngrihet një nga anëtarët e organizatës dhe thotë, pse ndërkohë që anëtarët tanë, militantët, ata që kanë luftuar në opozitë, janë ende pa punë, ne po u japim punë atyre që kanë qenë deri dje me PD, që kanë pas dhe poste, kanë kalu dhe mirë. Dhe ky kishte thënë, për kë e ke fjalë, po jam hill fufi. E hoqim si e hoqim nga parlamenti, tani na del drejtor në Lezhë, i deleguari, ti, ço jashtë. Nuk po e dëgjoj, thash po mirë, sa antar ka organizata, po kemi një 35. Po çfarë ndodhi me këta 35 të tjerët? U çuan të reagojnë këta? Jo. As ti, as unë. Po mirë, apo në të rritësh. 35 veta pranoni që të vi një Roxho Boxho dhe thot ti dil jashtë se bëre pyetje, se pyetje bëri Ziu. Nuk tha Rof Berisha poshtë Rama, që ta merrni për provokim. 35 e pranuan. Ka mbaruar autoriteti absolut i Ramës në parti.
Jo, autoriteti s'ka mbaruar. Do të thotë është vendosur autoriteti absolut. Autokracia në parti. Dhe unë do të them edhe një gjë tjetër, ka dhe një moment tjetër, 4 vjet më parë, jo sot. Një mikja ime, një periferi Tiranës, ishte mbledh dega e PD-s, edhe kjo e shkreta merr celularin të bëj selfie. Çka ka, aman se jemi në punë, aman se kemi gratë, aman se kështu. Opozit që ka frikë. Para 4 vjetësh vëlla, jo sot. Para 4 vjetësh. Po sot po kërkonin pas në një portal që thoshte sot Rama ka filluar i punësor. Po kërkojnë molotov, po kërkojnë benzinë për molotov. Ka qenë jo, kanë kërku lek për gjoja molotov. Për benzinë. Ashtu, problemi është këtu i dashur që sot Rama i ka marrë dhe ka po i ve në mënyrë provokative në përvende drejtuese këta të PD-s. Dhe pse shkojnë këta të PD-s? Sepse në fund fare politika është çështje interesi. Dhe një pjesë kanë hyrë, mund të kenë prirje. Mund të ketë idealist. Se kështu thiri doktori, javën e kaluar tha, protestat i bëjnë idealistët tha. Po. I përfitojmë ne. Me nder pa brek, pa buk, i bëjnë idealistët. Pjesa tjetër, që është e lishme dhe moralshme, që partia është grupimi interesi, kanë shkuar, kanë parë që në këtë parti të doktorit, jo po do se vjen gjunaf ta them PD-s jam themelus. Partinë e doktorit nuk ka më asnjë lloj interesi. Shofin talli, si thati gazetarit, ai Osman Stava është gazetar që unë kam shumë respekt për atë. Edhe unë. Gazetari opozitës tha doktor tha, dolët në protesta, po nuk ju erdhën njerëz, mos është faji juaj. I tha, po nuk po thot vërtetën tha. Nuk ishte tubim, ai si tha tubim, nuk ishte tubim dhe ishte foltore. Por njerëzit u thirrën protest. Dhe erdhën sa i sall shfaqje. Foltore po, në qoftë se ke 200 vet, merrim me qira një sallë në Tiranë edhe bën atje. Dhe këta njerëz, natyrisht vjen oferta, thotë do bëhesh avans ministër, do bëhesh ambasador, po më me shumë kënaqësi. Do bëhe. Na vjen keq, por nuk do të vjen keq, do të jetë këmbana alarmi themi. Ky person, forcën e vet politike ka çun kanal. Neve do të krijojmë, do të dalim ne mbi këtë gjë. Se mbaj njëri tjetër ata janë dy këmbë, pam, ecën përpara. Në shinat që ka shtruar Sali Berisha ecën Edi Rama. Në ato shina ecën. Ne duhet të krijojmë në radhë parë këtë bindje tek njerëzit, pra që nuk është Shqipëria harroj që mund të jetë demokraci, por po shkon në një sistem Orwellian, distopik të skllavërimit, të paimagjinueshëm, kur kontrollin tënd do ta bëjnë pajisje elektronike, dhe ku ti nuk do të kesh konceptin liri. Se ti the dëgjon televizori, po dëgjon celularin më sot, këtë moment, po të keni interes dhe po ta fikësh celularin, ta thon teknikët, dëgjohesh, jo përgjojsh, dëgjohesh. Vetë çfarë dush me këtë? Dëgjohesh. Pra po të vi puna te përgjimi e ka mbaru kjo punë. Çështja është kush do të japi leje që ti të jetosh, leje që ti të jetosh. Më duket se kemi ardhur prapë në fund viteve 80. Unë një ditë të bukur i thash vetes që këta e din çfarë mendojmë ne. Këta shpresojnë vetëm që ne nuk do ta themi me zë të lartë. Dhe në momentin që ne bëjmë aqtrime sa ta themi me zë të lartë atë që mendojmë, diktatura mbaron. Duket se po vim në të njëjtën pikë. Thjesht duhet reagim. Po, se ne po flasim, ne të dy merremi vesh, kemi edhe njerëz të tjerë që na kuptojnë. Por reagim konkret, veprime konkrete ne nuk po bëjmë. Çfarë them? Jo, ne të dy po bëjmë. Mirë, po them në përgjithësi. Jo, në përgjithësi, jo. 1% shqiptarëve që vjen puna, Kastriot. Më fal që ndërpres. Vjen puna që ky popull është mësuar që kur është në shtëpi, edhe kur është te çesma, i thot gruas mamushi gotuj. Ne mësuar ta e bien. Unë ti dhe plot njerëz të tjerë veprojmë. Por njerëz të tjerë thotë çfarë po bëni ju thotë. Ne veprojmë për vetëre. Ne nuk na ka ardhur në emision hynor, siç ka ardhur profetëve, ndroni botën. Ne jemi këtu në një turm 100 veta, natyrisht që ne do të jemi në rresht parë, do ham ne drurin dhe gazin. Po hajde të jema. Hajde mbrapa. Mos prit që Armir Shkurt dhe Kastriot Çipi të zgjidhin problemin të, se nuk e zgjidhim dot, me apo vritemi, po dalim ne, po vritemi atje. Le herë që do fillojnë të gjithë ato, thonë ishin shumë budallëj, si fillim. Së dyti do përfitojnë nga ky kapitali jon, thonë, se kishim thënë neve këtë, po na gjeni vend pune. Se kaq lirë shitemi. Dhe së treti, thash dhe herë, unë dhe ti, çanam, dhe një pjesë e jona. Me që jemi këtë celular, një mesazh larg e kemi edhe ambasadën,
edhe vendin ministri. Shumë afër e kemi ne. Ne jemi këtu ku jemi që mbajmë linjën e lirisë. Kjo mendoj unë, linjës lirisë. Mbajmë linjën e të thënit të asaj që ne mendojmë. Që mbase nuk është kjo e vërteta. Por ne kështu e mendojmë puro. Dil ti thuj një gjë tjetër. Dhe dil ti të thuj, ky e ka gabim, unë kam drejt, po unë mendoj kështu dhe lëviz. Po të rish në vend dhe të mendosh jetën tënde. O vëlla, demokracia është pjesëmarrje. 1. Demokracia është përfaqësi. Kush më përfaqëson mua? Diella dhe Edi Rama, dhe askush tjetër. Vetë partia duhet toj, ore ne jemi Parti Socialiste. Dhe ka me ata, jo me këta, po le dëgjojnë dhe këta. Ne jemi Parti Socialiste, parti, pjesë. Ku ka piramid, pra ka antar thjesht, ka organizat, deri ku arrin. Ku jemi ne vëlla? Si zgjidhet kabineti qeveritar pa pyetur një njeri? Si zgjidhen deputetët pa pyetur një njeri në parti? Si mundet kryeministri dalë thoj burrat janë çyryk? Se çyryk janë edhe të forcës vetëre. Edhe socialistët. Se nuk janë ndar budallënt të majtas, e kështu djathtas këta të mëshmit majtas. Si ka mundsi nuk ka një reagim për këtë gjë? Natyrisht ka reagim. Ka thënë populli shqiptar nuk i ngrihet. Po çfarë të duash ti ka thënë këtë bilet dhe rrin. Atëherë këto kushte më pyeti mua çfarë duhet bëjmë? Çfarë duhet bëjmë vëlla? Ora të shan tjetri me rob shtëpie, shkon e vret. Të kris tjetri makinë, shkon e vret. Të shef tjetri keq, shkon e vret. Thot kryeministri çyryk qesh. Çfarë them, çfarë zgjidhje duhet? Të merr lirin qesh. Të merr shpirtin me taksa, me leje ndërtimi me gjithçka, me kuadrin ligjor skllavëruese edhe s'ka. Të merr fëmijët, mor se themi ne, nuk e diskutojmë këtë gjë, ka një batutë akoma më e mirë. Është ajo që ky popull s'ka një avnir ustem. Po çfarë avnir ustem të bësh të diskuton avnir. Të vrasësh ti, të vritesh ti, të shkosh ti në burg. Po jo mos nuk e zgjidh. Jemi në fund kohës. Edi Rama është satrap. Satrap nuk është shari. Satrap është një përfaqësues që çonte perandoria perse dhe ky është satrap i kësaj agjende. Halli është neve vllai dashur. Do të ndërgjegjësohemi apo do të shkojmë si delet thertore. Kjo është çështja dhe këtë ta zgjidhë populli shqiptar, nuk e zgjidh Armiri. Unë jam gati. Okej, edhe unë jam gati. Dhe të shpresojmë që edhe më shumë njerëz do bëhen gati për të bërë një aksion konkret, të fillojë patjetër një lëvizje për më shumë demokraci në Shqipëri, sepse dy partitë e mëdha bashkë me kushtetutën e tyre e kanë mbyllur ciklin në bindjen time. Armir, të falenderoj shumë për bisedën, edhe shpresoj që do jemi prapë bashkë këtu. Ishte kënaqësi për mua, unë ndjeva fare komode, të falenderoj edhe ty edhe median për mundësinë. Faleminderit. Këtu përfundon edhe ky emision. Mirupafshim, do të ju lë takim në javën e ardhshme.